Top Albania Radio. She's on air. Lokacioni stacion. Adios t'amor. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Jemi në She's on Air. Sot ky paneli jon është kështu elegant dhe kemi një bombë në mes, e cila na është bashkuar Benita, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Përshëndetje Benita, jemi shumë të lumtur që je në mesin ton. Faleminderit që na ke nderuar me prezencën tënde dhe jam shumë e bindur që kjo do jetë një ditë një e-inte, ne e quajmë të entën e gocave. Do jetë një ente akoma më e bukur me ty. Faleminderit juve plot me pozitivitet që goca na dhurove. Benita, pyetja e parë, si po i kalon këto ditë të nxehta vera? Si po të duket vera aty? Po e shijon, po punon, çfarë po bën? Faktikisht jam të punu, nuk jam të e shiju verën. Kanjherë tu fol me mamin edhe tu thonë verën muj me shiju, po puna nuk muj me nxan, edhe është momenti me punu. Mandej pse jo mos me shiju. A më shumë nxehtë. Po kështu bashkë me punën, ti besoj po e shijon akoma më shumë edhe këtë fazë të jetës tënde, apo do kishe dashur ta fshijoje në një mënyrë tjetër? Po e shijoj ti të ku puna, nëse po mbjam pak me shiju, pse jo, po shumë pak. Ma shumë jo me fokusu me te puna, edhe sa ma shumë pun. A je akoma në atë fazën që do doje thjesht të zhdukesh pa telefon për një javë ose më gjatë, apo në atë fazën intensive ku duhet akoma shumë përkushtime dhe t'japësh atë gazin maksimal? Po, nga njëherë akoma atë momentin kur thom, okej, penali ke telefonin edhe s'po du më mendi për san, edhe mu qetësu, po nuk po moj, këtë ku kom punë shumë, po thom dohet ky telefon. Po nëse në një momenti do ta fike telefonin dhe do zhdukesh e diku, ku do ishte ky vendi? Dikun sa ma larg, me naj ishull që do merje njëri me vete? Dikun sa ma larg. Ka qenë aq i zënë sa që as nuk e ka menduar se ku do zhdukesh. Po përse unë jam kurioze, a do merrte njëri me vete? A është dikush që ndoshta aty do të ta shqetësonte trurin komplet po ta merrje? Tash po folim pa doreza, miri shkon me pas një person afër vetës edhe mu qetësu, po për momentin jo. Çfarë do të thuash me pas një person afër vetes? Një mikesh të mirë apo diçka që është për te këtyre? Dikon që më bën mundi të lumtur, nuk do me thënë është mikesh, meka, po thjesht që ndina mirë me atë person, nuk do me thënë. Jo detyrimisht të jetë partneri jot. Jo. Okej. Tani ta lëm pak këtë momentin që Benita zhduket se meqenëse nuk e ka menduar. Meqenëse Benita nuk e ka menduar se ku do zhduket, ne do ta kthejmë në realitet. Na trego pak si është një ditë e jotja, çfarë bën Benita, si e kalon kohën me xhirime, si e menaxhon të gjithë vrullin e punës tani. Na fut në rutinën tënde, na trego pak për Benitën, për te asaj që ne mund të shohim nga kamera. Benita e ka për të shmërinë jashtë punëve, do me thonë, qona i kry procedurat e mëngjesit, e marr bellën, qanin tem, e kry rutinën e mëngjesit, shëtitjen, edhe nëse kam kohë të lirë, me mamin zakonisht punona çdo moment që e kam të lirë me shfrytzu. Ma nej, rutina e me punës është, do me thonë, shumë e ngarkume. Për momentin jam shumë e ngarkume me projekte të reja, i kom edhe disa surpriza. Ashtu? Po. Ke ndërmend na zbuluosh neve ndonjë? Ta kemi ne fatin e mirë apo? Ma mirë surprizë. Ja, edhe pak më vonë edhe fillon thot vetë. Tu qenë ma shumë. Na përmendte qenin tënd, qenushën tënde simpatike që ne kemi parë që ti je shumë e lidhur me të. Po. Sa kohë bë që ti e ke këtë qenushe? 3 vite e diçka, afër 4, po. Ke një lidhje shumë të madhe me të. Ose do të kanë herë thom, nuk e di çka kisha bë pa to. Jam tepër e lidh, edhe kur foli për to, do me thonë si me fol për një fëmijë, ndoshta është pak absurde, po ata që kanë kafsh e din këtë ndjenjë, edhe nuk e di, nuk më zaventsu me kërkon. Është diçka që nuk zaventohet. Dashnia e saj që ma jap, s'kam koment. Ke qenë gjithmonë kaq e lidhur me kafshët apo kjo gjëja të ka ndodhur pasi ti ke marr Belën? Jo, edhe kur jam kanë e vogël, gjithmonë i kum dasht, qanë sidomos. Sa herë kum pa, kum dal, i kum prek, i kum dasht, edhe prej e vogël i kum pas ëndër me pas një qanë, edhe gjithmonë mami babi, haj se kur tritesh, kur kujdesesh vetë për to, tash e kum marr Bellën, po ata janë tu kujdesur. E kështu përfundojnë të gjithë në fakt. Është vërtet ai miti që prindrit bëjnë sikur nuk i duan, po në momentin që i kanë pastaj kafshët shtëpiake në shtëpi, i duan më shumë se sa ne që i kërkojmë. Faktikisht babi jam më kanë shumë kondër, edhe ku marr Bellën kështu pa
kur kujna si kom tregu, edhe veç e kom fut në shpe, mami, okej, dhe i dikon atin, vlla jam po, Ardiani, babi kur e ka po, ku, a vëdin qyre qajnë atin, ma ndej tash, mu i me thonë, babi e donë mas shumë te, si të hen ku e kom qikin. Kështu ndodhë, do me thënë gjithmonë. Po në rritet e sua sociale në gjithmonë kemi parë shumë energjike, është njësoj, apo thjesht ke zgjedhur ti ta prezantosh veten kështu në rrjetet sociale? Jo, faktikisht unë edhe për diçmërinë kam shumë aktive, edhe nëse nuk kam diçka punë, munduna me i gjithë vetës punë, edhe me kanë sa ma shumë aktive. Nëse s'kom punë, shkim palestër, diçka veç thom të bëj, nuk muj me ndajt. Po në këtë jetën tënde shumë të zhurshme momentalisht, çfarë është diçka që të bën më të lumtur? Më të lumtur, unë e thom thjesht familjen, e kom mirë, persona që i kom afër zamrës, që i du i kom afër meje, edhe për mu mjaftojnë. Plotësohet çdo gjë, ja. Benita, publiku ka pasur fatin e mirë të shohë dhe të njohë sa do pak nga që ti ke pasur dhe mundësi të tregosh, por hera herës je treguar dhe rezervuar. A ka diçka që publiku nuk e di për ty dhe ti mendon që është koha e duhur ta ndash me ta? Nuk e di, ndoshta sa kom qenë big edhe sinqerisht bigu është një lojë që nuk të lejon me shpreh atë pozitivitetin tënd. Do me thonë del diçka që e qatë vetën është tam mënyrën ma të keqe. Amo po menoj që nështë ta publiku e ka po në fond, po se ka po akitat pozitivitetin e Benitës, që unë e për dishmërinë e kam veç të kesh, edhe me kondo që rrithët ti ma bën ditën 2 minuta. Nështë ta jom pak pishmon për qëtë pjesë që nuk e kom shfaq vetën atë sa dohet, edhe se ka kuptu publiku nështë ta sa pozitive jam, amo po besoj që me një farë forme edhin publiku që Big Brother është një format që nuk lejon me shpreh atë pozitivitetin tonë, veç nëse e lu një rol tjetër, ajo tjetër san mandeje. E vërtet. Kështu që do me thënë, vazhdon edhe, ndoshta në rrjetet e sua sociale përpiqesh që ti lidhesh më shumë me këtë anën tënde pozitive publikun? Sa mund të ketë ndryshuar për shembull mendimi i publikut apo qasja që mund të kem pasur që kur ti dole nga Bigu dhe deri më tani? Ke vënë re? Besoj që shumë. Domethënë tash këto komentet janë të ndryshme, ka edhe për komenteve që kur s'kan mund dalu paragjikimet të jetë jo. Që nuk më bëhat vonë. Mos ma thuaj mua dhe Nikoli të gjithë të një shumë mirë. Unë besoj që këtë vajzat, ftyra publike i kanë këto komente. Edhe më vjen shumë keq, sinqerisht, po nuk mundemi me i largu, jam pjesë e jetës edhe ato. Ka njerë tonë pa komente negative nuk mund është me ecë, por mu për vete komentet negative motivojnë me ecë sa ma shumë për para. Po se si qka të mira, ka dhe të këshia dhe duhet të pranojmë, sepse kjo është jeta. Kështu fluturoj koha me neve dhe tani në këto momente. Dhe ne duhet të shkuputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish me Benitën.